A e dini se çfarë është? Është një nga ato shpiket e mëdha që askush nuk vjen t'ja u thot, sepse mund të ndryshoj jetën tënde, mund të ndryshoj jetën e të gjithëve. Pse nuk ja u thon? Tani po ja u tregoj. Si gjithmonë kush është rastësisht nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi prerë bashkë. Jam i bindur që këtë video do ta shkarkoni, ose disa prej jush do ta dëgjojnë me 10 herë, por është mirë kështu, që edhe ta dëgjoni me kujdes dhe të kujtojeni në këtë video që e kam ndezur unë shkëndijën pra Nadir Mura dhe për më tepër të kujtojeni që ka shumë gjëra që nuk ja u thon për shumë arsye dhe do t'i themi këtu arsyet një nga një, së bashku. Nuk jam me grada, nuk jam profesor doktor, por unë do të dëshiroja që ndez vetëm shkëndijën, sepse ka të bëj me secilin prej nesh, ka të bëj dhe me mua personalisht, dhe pse nuk mund të flasim për një argument të tillë? Për çfarë arsye? Pse nuk kam grada dhe nuk mund të flas dot? Absolutisht po. Duhet të flasim për këto, sepse si që thash mund të ndryshoj jetën tënde, jetën time dhe jetën e kujdo. Dhe pse nuk bëhet publik? Pra, ky informacion. Në vitet 2000, një profesor i quajtur David Schmidt, profesor doktor, ai shkoi deri në Azi, sepse donte të kuptonte që pse në Azi nuk përdoren shumë ilaçet. Pra, në krahasim me popullatën që janë 1,5 miliard banor, nuk përdorin aq ilaçe sa përdorin në Amerikë apo në Evropë. Dhe pyetja e atyre ishte, pra e shkencëtarëve, ishte që pse nuk përdoren kaq shumë ilaçe në Kinë, kur Kina është 1,5 miliard. Pra i marrin ilaçet vetëm në momentet ekstreme. Pra në momente që janë të detyruar që të marrin ilaçe. Dhe ai çfarë bëri? Vuri re që në Kinë kurojnë për shembull me agopuntura, apo kurojnë me kupa, për shembull kur ti ftohesh, ose me kura të tjera që janë natyrale. Dhe çfarë bëri? Aty kuptoi që duhet nxitur pra sistemi imunitar. Pse? Sepse sistemin imunitar ne e nxisim pikërisht pra siç ju thash më përpara. Babai im për shembull e kalonte ftohjen kur ftohej, kur nuk merrte ilaçe, asnjëherë. Ai e kalonte ftohjen vetëm me çaj, ngronte trupin kaq fort sa që pëlqisin, si mund të thuhet kështu, qelizat që të dilte avulli, të dilnin poret, hapeshin poret, pikërisht pra sepse kështu ai do e shëronte trupin në mënyrë natyrale. Dhe kështu e bëri. Në mënyrë natyrale, ati i erdhi në mendje që të bënte këtë që kur ishte i vogël sepse ai kishte mësuar jati. Dhe kështu bënte gjithmonë. Asnjë nuk i përdori. Pra atë që bëjnë edhe kinezët kur ftohen, por njëkohësisht edhe me kupa apo me teknika të tjera që janë natyrale, sepse ndihmon sistemin imunitar. Dhe duke ndihmuar sistemin imunitar, shërohesh më mirë. Por çfarë ka ndodhur me njeriu e zhvilluar? Njeriu i zhvilluar, qoftë në Amerikë apo edhe në Evropë, ka një problem të madh, sepse trupi i tij ka harruar pra që të aktivizoj sistemin imunitar. Pse? Pikërisht për të vetmi fakt, sepse për gjën më të vogël, trupi ynë shkon dhe merr ilaçe. Ti sapo ftohesh për çdo gjë më të vogël, shkon dhe merr ilaçe për ta ndihmuar. Në këtë rast i duhet që me sezon ta bësh në mënyrë natyrale. Tani po ja u tregoj, më ndiqni me vëmendje për këtë. Nuk është se kam harruar, absolutisht jo. Por duhet të dini këto informacione. Dhe çfarë bëri Schmidt? Pasi u kthye Schmidt, pra doktor David Schmidt, pasi u kthye në Amerikë, ai përdori bëri këtë teknik për të aktivizuar sistemin imunitar. Dhe nuk është gjë tjetër. Kjo quhet X39. Është një fototerapi, kështu quhet. Fototerapi. Dhe është vetëm për nxitjen e frekuencave, asgjë tjetër. Pra nxit frekuencat e trurit dhe të trupit ton, që si përfundim nxisin pra sistemin imunitar. Dhe na shëron në mënyrë natyrale. Po si? Ky lloj qerotini, që është një qerot thuhet X39 siç ju thash më përpara, ose e quajnë ndryshe life waves. Ky është një riprodhim ky, por vetëm për t'ja u treguar, e çon këtu pas qafe. Është aty pra mund cep nga ana e majt ose e djatha, jo tek kolona vertebrale, dhe duke e vendosur aty, pra e hap dhe e vendos aty, pra se ka një ngjitës. Dhe ajo gradualisht lëshon frekuenca dhe frekuencat lidhen me trurin ton dhe me trupin ton. Normal që shkon një në tru, pra frekuencat, dhe pastaj kthehen në gjithë trupin për të nxitur sistemin imunitar, pra për ta shëruar në mënyrë natyrale. Dhe kjo po merr vrull tani kohët e fundit, por fillimisht profesori e kishte marrë këtë, pra e bëri këtë shpike për ushtrinë, sepse ju duhesh për ushtarët, me fjalë që ushtarët mos të përdornin
ilaçe, por në momente ekstreme që nuk kishin ilaçe, të mund të përdornin këtë pra X39 ose këtë fototerapin, pra këtë qerotinon, fototerapin. Padyshim mes nesh ka edhe ekspert dhe din shumë mirë që sistemi ynë imunitar funksionon pikërisht pra në bazë të disa teknikave natyrale, pra qoftë të trupit o e të trupit. Ka disa njerëz që e kanë humbur këtë teknik, e kanë humbur sepse trupi ynë e kujton. Shiko, trupi ynë e ka harruar për të vetmen arsye, se e ka harruar, jo krejtësisht, por e ka harruar pjesërisht, sepse ne edhe prindrit tanë, për shembull jo babaim, por për shembull në prindrit e familjeve tuaja ose gjyshit tuaj, merrin ilaçe dhe me kalimin e kohës ka degraduar qelizën, pra ka degraduar pikërisht atë sistemin natyral të sistemit imunitar. Pra në mënyrë natyrale ti po e zhduk, sepse po jep ilaçe, po e ndihmon ndryshe, pra me kimikat, jo në mënyrë natyrale. Ta dini shumë mirë që me barna dhe këto fototerapi çfarë janë këto, është ose me kupa, kemi kohë që po rikthehemi edhe një herë, por do intensifikojnë me kalimin e kohës. Tani, pse nuk na i thonë, pse nuk thonë këtë? E thjesht. Nuk e thonë për vetëm arsye, sepse ka një biznesi më i madh, është pas politikës, është biznesi më i madh. Pra, pas politikës dhe ushqimit, ky është biznesi më i madh. Pra, ilaçet, farmacia. Dhe ti duhet të prodhosh që të marrësh ilaçe. Pra ti në qoftë se je mirë, nuk i intereson askujt. Në qoftë se t'jap këtë unë ty, ti do jesh mirë. Pra pjesërisht, sepse nuk është e shëron totalisht, por funksionon. Dhe të mund të shëroj, pra sepse nxit sistemin imunitar, të mund të shëroj një pjesë të madhe të probleme ose ti parandaloj problemet. Sepse kjo lloj terapie duke vendosur këtu, siç ju thash, që ka këtë nxitjen e sistemit imunitar, nxit glutatinën, që është ai antioksidanti që prodhon mëlçia, ose nxit karnozinën, që e dini shumë mirë që karnozina prodhohet nga truri për të rregulluar sistemin e frekuencave të trurit, por njëkohësisht nxit edhe muskujt, që të bëhen muskujt e mëdhenj. Pra, por njëkohësisht nxit edhe melatoninën, që është ai cikli cirkadian, që e dini, që ka të bëjë me gjumin, me jetën tonë, pra ditë dhe natë. Kështu që 3 pika të rëndësishme që kjo nxit, që janë të dokumentuara, por thuhet që nxit edhe disa fenomene të tjera të trurit dhe të trupit tonë. Pra një qerotin ka që thjesht. Dhe, si që thash, sepse çdo gjë është vibrim. Se në qoftë se nxit frekuencat, këtu që janë pikërisht pranë gjendrës pineale, pranë kokës, do të thotë që nxit jo vetëm trurin, edhe trupin, por jemi në të njëjtën frekuencë pra me natyrën, sepse nxit natyrën tonë që të jetë në të njëjtën frekuencë me natyrën atje jashtë. Nuk e di më kuptoni. Pra të jetë në të njëjtën sintoni. Nuk bën gjë tjetër, veç se ta rregulloj në të njëjtën sintoni. Ja u thash që ta dini sepse ju dua fort. Kështu që mbajeni mend që ka gjëra ose shpike të mëdha që nuk ja u thon. Dhe e vetë një nga arsyet është pikërisht pra sepse ka, jo të gjitha, por ka kompani farmaceutike që nuk u intereson fare të shëroj tjetrin, por interesoj që ta mbaj aty pezu, që ai të jetë i varur dhe ta blej gjithmonë atë ilaç, në mënyrë që ato të rriten ekonomikisht. Ja u thash që ta dini, thjesht për informacion, çështje diturie. Kalofshi bukur.